kur folet pak para për rekonstruimin e qeverisë, thatë se nuk ka nevojë që të bëhet rekonstruimi i qeverisë për shkak se do të bëhet vetëm zëvendësimi i një ministri edhe i një zëvendës ministres. Mirëpo nuk e përmendet zëvendës kryeministrin Arben Fetaj. A do me thonë kjo se ai do të vazhdoj të mbetet në qeveri? Duke ndjek aktivitetin e tij, se shohim se ka qëndrime shumë të qarta, se ardhja e tij pej Brukselin në Shkup dhe angazhimi i tij politik këtu te ne ka pas një qëllim, të bëhet ndryshimi. Dhe deri më tani qëndron stoik në këto deklarata, veprimet e tij, domethënë në asnjë moment ne nuk kemi vërejt se sy mbyllur do t'i lidhet liderit partisë për arsye se ai thotë ne do të dalim prej Vlenit. Mendoj ai është i pari jashës i cili është edhe i kyçur në proces, edhe është dëshmitar i politikave të cilat zhvillohen, edhe është më i thirrur ndoshta pej ASH-s, i cili mund të thotë se Vleni ka gabuar ose s'ka gabuar. Vleni i zhvillon politikat për të cilat është përcaktuar ose jo. Vleni ka dështuar në politikat për të mbrojtur interesat e shqiptarëve ose jo. Domethënë është i pari i cili do ta thotë atë. Dhe në asnjë rast nuk e ka thënë këtë. Nëse u kujtohet deklarata e zotit Taravari, 70% i shqiptarëve nuk janë të kënaqur me veprimin e Vlenit në qeveri, por janë të kënaqur me kryeministrin. Kjo ishte një servilosje të cilën e bani personalisht për të ardhur në atë pikën që jemi sot. Që të fitojmë edhe pak kohë që të mundemi ne disa qëllimet tona të realizojmë apo të tërhiqemi nga rruga qore në të cilën jemi fut. Mirëpo zoti Arben Fetaj nuk e kemi vërejt në asnjë moment një devijim të këtillë dhe ka shumë të këtillë, të cilët ende i qëndrojnë stoik bindjes së tyre se unë do të kthehem në vendlindje dhe kontributi im do të jetë për ndryshim dhe për të mirën e shqiptarëve. Kështu që uroj që të mbetet aty ku është dhe natyrisht Vleni nuk është, më thënë, takimi të qartë, disa herë shtan 3 parti